Të nderuar deputet, tani dua t'ju njoftoj se në bazë të neni 95, paragrafit 3 të Kushtetutës, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Me fjalë tjera, nevojitën së paku 61 vota për. Megjithatë, një sqarim teknik, kemi deputet që i kanë harruar kartelat, prandaj na duhen dy format votimit. Ata që kanë harruar kartelat do të votojnë me dorë, ndërsa ata që kanë kartelat në formë elektronike dhe në fund do ta zgjedhim rezultatin përfundimtar. Ka mirë atent të deputetët që mund ta bëjmë në një formë të vetme, me qenë se ka deputetë që kanë harruar kartelat, atëherë do të shkojmë me ngritje dore. Lut deputetët që me ngritje dore të deklarohen kush është për. Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, konstatoj se me 56 vota për, 53 vota kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi nuk zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Të nderuar kolegë, të dashur shtetor, këtu i mbyll punimet e kësaj seance të jashtëzakonshme. Faleminderit e mirupafshim.